Minber Live është konceptuar në mënyrë që të funksionojë në mënyrë hierarkike. Çfarë dua të them me këtë? Pra, mund të keni shumë nivele, për shembull në nivelin e superorganizatës, ekzistojnë nën-organizatat veçantë dhe nivele të ndryshme të aksesit për secilën prej këtyre organizatave. Pra, superadministratori mund të ketë autorizime në nivelin e superorganizatës dhe të ketë kontroll mbi të gjitha organizatat më të vogla, pra secili administratori mund të ketë autorizim të plot vetëm mbi organizatën e tij më të vogël. Gjithashtu, çdo organizatë e veçantë mund të brendove për vete. Është shumë praktike dhe e thjeshtë për t'u përdorur, sepse merrni edhe një faqe publike, të cilën mund ta përdorni, për shembull, në korridorin e xhamisë ku njerëzit mund të shohin vaktin tuaj të përshtatur me oraret tuaja. Mund të vendosni disa shënime të rëndësishme dhe disa, për shembull, njoftime nga komuniteti juaj. Sigurisht, nëse dëshironi mund të aktivizoni ose çaktivizoni disa përmbajtje që keni pas. Pra, siç janë hudbë dhe të ngjashme, por vetëm nëse doni që të jenë të disponueshme. Pra, secili mund t'i qaset atyre publikisht dhe të lexojë. Më vonë atë përmbajtje prej tyre.